Egli I largohet Gjestit, apo shfaqet një përçarje mes tyre, në një moment tensioni brenda shtëpisë së Big Brother. Gjesti përpiqet t'i afrohet Eglit, por ajo reagon me ftohtësi dhe nuk I jep asnjë mundësi për të komunikuar. Me një qëndrim të prerë dhe të distancuar, Egli shmang çdo kontakt me të, duke treguar qartë se nuk dëshiron ta ketë pranë. Gjesti, I habitur nga reagimi I saj, fillimisht mundohet të kuptojë se çfarë po ndodh, por Egli e injoron plotësisht. Ajo nuk e shikon në sy, nuk I flet dhe madje largohet menjëherë nga ambienti ku ndodhet ai. Si duket, diçka ka ndryshuar mes tyre dhe Egli nuk ka më interes të jetë pranë tij. Pse më injoron kështu? I thot Gjesti, duke u përpjekur të kuptojë sjelljen e saj. Por Egli nuk reagon. Ajo vazhdon të qëndrojë e distancuar dhe nuk I përgjigjet fare, duke treguar hapur se nuk dëshiron asnjë lloj komunikimi me të. Banorët e tjerë fillojnë të vërejnë këtë situatë dhe disa madje komentojnë mes tyre. Duket sikur Egli është zhgënjur nga Gjesti dhe nuk do më t'i afrohet, thot një prej tyre, ndërsa të tjerët e ndjekin me kurreshtje këtë dinamik të re. Pyetja që lind tani është, a do të përpiqet Gjesti ta qetësojë Eglin dhe ta sqarojë situatën? Apo ky është fundi I raportit të tyre brenda shtëpisë? Egli distancohet nga Gjesti, deklarata e saj e fortë trazon shtëpinë e Big Brother. Në një bisedë të hapur me disa banorë të tjerë, Egli shpreh hapur qëndrimin e saj ndaj Gjesti dhe nuk përmbahet as pak në fjalët që zgjedh për të. Ajo duket e vendosur për të mos pasur më asnjë lidhje me të dhe e thot këtë gjë me tone të forta. Unë do t'i qëndroj larg Gjestit. Nuk dua të kem asnjë lidhje me të, sepse ai nuk është personi që unë mendova se ishte në fillim, shprehet Egli me një ton të prerë, ndërsa të tjerët e dëgjojnë me vëmendje. Ajo shton më tej se ka parë shumë veprime nga ana e tij që nuk I pëlqejnë dhe që sipas saj tregojnë se ai është një lojtar I paskrupull, që nuk e ka as pak problem të manipulojë dhe të përdorë njerëzit për përfitimin e tij. Ai është një strateg I mirë, por jo një njeri I mirë. Unë nuk I besoj më. Dhe nuk dua të jem më pjesë e lojës së tij, prandaj do të qëndroj sa më larg, vijon Egli e vendosur, duke lënë të kuptohet se mes tyre tashmë ka një ndarje të qartë. Banorët e tjerë reagojnë të habitur nga qëndrimi I saj, pasi më parë Egli dhe Gjesti dukeshin se kishin një raport relativisht të mirë brenda shtëpisë. Disa prej tyre madje përpiqen ta qetësojnë, duke I sugjeruar që të mos e marrë gjithçka kaq personalisht, por Egli nuk lëkundet nga mendimi I saj. Jo, nuk është çështje personale. Unë thjesht nuk dua të rri pranë një personi që nuk ka parime dhe që për lojën e tij është I gatshëm të bëjë çdo gjë. Ai nuk është dikush me të cilin unë dua të shoqërohem. Kjo deklaratë e saj pritet të sjellë më shumë tensione në shtëpi, veçanërisht nëse Gjesti merr vesh qëndrimin e saj. A do të ketë një përplasje mes tyre? Apo Gjesti do të përpiqet ta bindë që të ndryshojë mendim? Gjesti I kërkon falje Rizartës, a do ta pranojë ajo faljen e tij? Pas një periudhe tensionesh dhe debatesh të ashpra mes tyre, Gjesti vendos t'i kërkojë falje Rizartës për fjalët e rënda që I kishte thënë më parë. Ai I afrohet asaj me një ton të butë dhe një shprehje të penduar në fytyrë, duke e pranuar gabimin e tij. Rizarta, më fal. E di që e kam tepruar me fjalët e mia dhe nuk duhet të kisha quajtur të pamoralshme. Nuk e kisha me të keq, ndoshta më ka marrë rrjedha e lojës dhe emocioneve, por nuk doja të lëndoja, I thot ai me sinqeritet. Rizarta, e cila ka qenë shumë e prekur nga fjalët e tij, qëndron për disa sekonda në heshtje, duke reflektuar mbi situatën. Ajo e shikon drejt në sy dhe I përgjigjet me një ton serioz. Gjesti, e di sa shumë më lëndove? Nuk janë gjëra që mund të thuash dhe pastaj thjesht të kërkosh falje si të mos ketë ndodhur asgjë. Ti e di shumë mirë që unë nuk jam ashtu siç më ke përshkruar, dhe nuk e prisja një ofendim të tillë nga ty. Gjesti ul kokën dhe e pranon se ka gabuar. E di, e pranoj që isha I padrejt ndaj teje. Nuk ka justifikim për atë që thash, por të paktën dua të dish që e ndjej vërtet keqardhjen. Nëse do të mundja ta ktheja kohën pas, nuk do t'i thoja ato fjalë. Të tjerët brenda shtëpisë I vëzhgojnë nga larg, duke pritur të shohin nëse Rizarta do ta pranojë faljen e tij apo do ta refuzojë përfundimisht. Ajo merr një frym të thellë dhe, pas një pauze të shkurtër, I thot, do ta pranoj faljen tënde, por jo sepse dua ta harroj atë që ndodhi.
E pranoj vetëm sepse dua të ecim përpara dhe të mos lejoj që kjo të ndikojë më në lojën tonë. Por të lutem, mos më zhgënje më. Gjesti buzëqesh lehtë dhe e falenderon, të premtoj që do të kem më shumë kujdes me fjalët e mia. Me këtë përballje duket se një konflikt i madh është zbutur, por mbetet për t'u parë nëse Rizarta do ta besoj vërtet pendesën e Gjestit apo do të mbaj ende dyshime ndaj tij. Debati mes Rozanës dhe Eglit përshkallëzohet, akuza të forta dhe tensione të larta në shtëpinë e Big Brother. Tensionet mes banorëve vazhdojnë të rriten, dhe këtë herë në qendër të vëmendjes është një përplasje e ashpër mes Rozanës dhe Eglit. Gjithçka nis nga një bisedë e zakonshme, e cila shpejt kthehet në një debat të nxehtë mes tyre. Rozana, e acaruar nga sjellja e Eglit dhe disa deklarata që ai kishte bërë më parë, nuk përmbahet dhe i drejtohet atij me ton të lartë: "Mos më fol mua ashtu. Ti nuk ke as moral për veten tënde, e jo më të më japësh mend mua." Egli nuk e pranon në heshtje këtë sulm dhe reagon menjëherë: "Unë s'kam moral. Po ti, që përfiton nga të gjithë këtu brenda dhe bën aleanca sa me njërin, sa me tjetrin? Mos më trego mua për moral, Rozana." Debati vazhdon të përshkallëzohet, ndërsa Rozana afron duart drejt Eglit dhe i thot me një ton të prerë: "Unë të paktën jam e sinqert dhe e drejt për drejt, ndërsa ti je një lojtar i pabes që thjesht manipulon njerëzit. Nuk ka njeri këtu që të beson më." Egli qesh ironikisht dhe përpiqet ta sfidojë: "Të pas ka djegur e vërteta, apo jo? Prandaj po bërtet. Unë luaj lojën time, dhe nëse ty nuk të pëlqen, është problemi yt. Por mos guxo të më tregosh mua për moral." Banorët e tjerë shikojnë me vëmendje këtë debat të ashpër, ndërsa disa përpiqen të ndërhyjnë për t'i ndaluar, por Rozana dhe Egli nuk kanë ndërmend të ndalen. "Ti je një mashtrues. Gënjen dhe manipulon njerëzit vetëm që të dukesh i mirë. Po e gjithë Shqipëria po e sheh se kush je ti në të vërtetë." Thërret Rozana, ndërsa Egli tund kokën dhe i përgjigjet me qetësi ironike: "Po pra, unë jam mashtrues, ndërsa ti je shenjtorja e shtëpisë. Sa qesharake." Situata bëhet edhe më e tensionuar, dhe si duket ky konflikt nuk do të mbyllet këtu. A do të arrijnë të gjejnë një gjuhë të përbashkët, apo do të bëhen armiq të betuar brenda shtëpisë? Gjesti dhe Danja, a ka një fiksim Danja për të? Gjesti, si gjithmonë i prirur për shaka dhe ngacmime, e gjen veten në një tjetër situatë zbavitëse me Danjën. Teksa ata qëndrojnë së bashku në obor, mes të qeshurave dhe batutave, ai fillon ta ngacmojë, duke i thënë se ajo e ka fiksim atë, por nuk e pranon hapur. "Danja, ti mund të mohosh sa të duash, por unë e di shumë mirë që më ke fiksim. E di që të pëlqej, e shoh si më shikon." I thot ai me një buzëqeshje djallëzore. Danja, e habitur nga fjalët e tij, e kundërshton menjëherë duke qeshur me ironi: "Mos e beso këtë vetë shumë, Gjesti. Pse mendon se do të kisha fiksim ty? Unë s'kam asgjë me ty, thjesht bëjmë muhabet." Por Gjesti nuk ndalet me kaq dhe vazhdon ta ngacmojë më tej. Ai afrohet pak më shumë dhe me një ton lozonjar i thot: "Pranoje, ti do të më puthësh. Po të mos ishin kamerat këtu, ti do ishe hedhur tashmë." Danja ngre vetullat dhe tund kokën me një buzëqeshje skeptike. "Mos u gënje vetë kot, Gjesti. Nuk e di nga të vjen kjo vetë besim kaq e madhe, por më mirë ruaje për ditë tjetër. Unë s'kam ndërmend të puth, qetësohu." Ja kthen ajo me një ton të prerë, por me një nënqeshje që tregon se po e shijon kjo lojë fjalësh. Gjesti nuk dorëzohet dhe vazhdon ta sfidojë: "Hajde, pranoje. Nuk ka asgjë të keqe nëse të pëlqej unë. Të paktën je me shije të mirë." Danja i jep një shikim thëmbues dhe e shtyn lehtë me dorë, duke qeshur: "Ti nuk ndalesh kurrë, apo jo? Do më bësh të largohem nga këtu, se s'të duroj dot më." Të tjerët që janë përreth i dëgjojnë dhe qeshin me këtë shkëmbim batutash, duke shijuar dinamikën e tyre lozonjare. Megjithse Danja mohon çdo ndjenjë ndaj Gjestit, nuk mund të mohohet fakti që ajo po argëtohet shumë me këtë situatë. Por pyetja mbetet: po të mos ishin kamerat, a do të kishte një puthje mes tyre? Apo thjesht Gjesti po luan me fjalët si gjithmonë?
Sfida e mos reagimit. Egli surprizon Gjestin duke I shkuar në krevat, por ai nuk duhet të bëjë asnjë reagim. Në shtëpinë e Big Brother, sfida e mos reagimit po bëhet gjithnjë e më e vështirë për banorët. Këtë herë, I vënë në provë është Gjesti, I cili duhet të përmbahet dhe të mos tregojë asnjë emocion, pavarësisht nga ajo që ndodh rreth tij. Surpriza e madhe ndodh kur Egli, një person me të cilin Gjesti ka pasur shumë debate dhe situata të tensionuara, futet papritur në shtëpi dhe I afrohet krevatit ku po qëndron Gjesti. Gjesti, I shtrirë dhe I qetë, përpiqet të mos lëviz, por Egli, duke e ditur sfidën, vendos ta provokojë në mënyrën më të mundshme. Ai I afrohet, I ulet pranë dhe madje I prek batanien, duke I thënë me një zë të butë: "Hë Gjesti, pse nuk më flet? Mos u bëj kaq serioz." Banorët e tjerë fillojnë të qeshin dhe të ndjekin me kuriozitet situatën. Gjesti nuk lëviz asnjë muskul, duke bërë të pamundurën që të ruaj përqendrimin dhe të mos e prish sfidën. Egli nuk ndalet me kaq. Ai fillon ta provokojë edhe më shumë, duke I hedhur batanien mbi fytyrë dhe duke e shtyrë lehtë me shaka. "Nuk do të më japësh asnjë përgjigje? Po sikur të futem në krevat? Hajde, fol një fjalë të vetme." Vazhdon Egli, duke u përpjekur ta bëjë Gjestin të reagojë. Gjesti shtrëngon dhëmbët dhe rri I qetë, duke mos I dhënë asnjë shenjë vëmendjeje. Por tensioni rritet dhe Egli vendos ta çojë situatën edhe më tej. Ai merr një jastëk dhe I jep një goditje të lehtë Gjestit, duke e bërë situatën edhe më qesharake për banorët e tjerë, të cilët tashmë po shpërthejnë në të qeshura. Gjesti përpiqet të ruajë qetësinë, por është e qartë që brenda vetes ai po vlon nga dëshira për të reaguar. Ai mbyll sytë, merr frymë thellë dhe bën të pamundurën për të qëndruar indiferent. Pas disa minutash të mbushura me provokime dhe tension, Egli qesh, ngrihet nga krevati dhe I thot me ironi: "Bravo Gjesti, sot të pas kanë dhënë mësime për vetë kontrollin. Nuk e prisja kaq durim nga ty." Banorët e tjerë e duart trokasin për durimin, ndërsa Gjesti më në fund merr frymë I lehtësuar. Ai ja doli, a do të arrijë ai të përfundojë sfidën pa thyer rregullat, apo ndonjë provokim tjetër do ta bëjë të reagojë në fund? Rozana shpërthen ndaj Danjës, ajo nuk ka moral dhe po flirton me të gjithë djemtë në shtëpi. Në një bisedë të tensionuar me Gjestin, Rozana nuk I kursen as pak fjalët e rënda për Danjën, duke e akuzuar atë se po sillet në një mënyrë që, sipas saj, është e papranueshme. Teksa po qëndronin ulur në obor, Rozana, e irrituar dhe e zemëruar, I drejtohet Gjestit me një ton të ashpër: "Nuk e kuptoj fare këtë Danjën. Ajo sillet sikur është më e pafajshmja këtu, por në fakt po flirton me çdo djalë në këtë shtëpi. Nuk ka as turp, as moral." Gjesti e dëgjon me vëmendjen, duke tundur kokën her pas here, ndërsa Rozana vazhdon të shfryjë pa kënaqësinë e saj: "E ke parë si sillet me Laertin? E pastaj shkon te Jozi, pastaj me ty, pastaj me të tjerë. Unë nuk kam asgjë personale me të, por thjesht më duket shumë fallto. Nuk mund të jesh kështu me të gjithë djemtë." Gjesti qesh lehtë dhe përpiqet të mos e ndezë më shumë situatën, por Rozana nuk ndalet. "Unë nuk e di çfarë strategjie ka ajo, por të jesh e sigurt se kjo po I bën të gjithë djemtë budallënj." Ajo I jep shpresa njërit, pastaj shkon dhe I buzëqesh tjetrit sikur nuk ka ndodhur asgjë. Gjesti e shikon me habi dhe I thot: "Po ndoshta thjesht është e afrueshme me të gjithë, nuk do të thotë që po flirton." Por Rozana nuk është as pak dakord. "Jo, jo. Ti nuk e sheh siç e shoh unë. Ajo është manipuluese. Po bën lojën e saj dhe po përpiqet të tërheqë vëmendjen e të gjithëve. Jam e sigurt që po e bën vetëm për t'u dukur dhe për të pasur përfitime." Në këtë moment, disa banor të tjerë afrohen dhe dëgjojnë bisedën, duke parë se si Rozana vazhdon të flasë me pasion për këtë çështje. A do të arrijë Danja ta kuptojë se po flitet keq për të? A do të përballet me Rozanën për këto akuza? Situata duket se po tensionohet gjithnjë e më shumë, dhe një përballje mes tyre është e pashmangshme. Gjesti përfshihet nga emocione të forta, përlotet dhe kërkon të largohet nga Big Brother. "Nuk mundem më, dua të dal." Në orët e vona të mbrëmjes, Gjesti duket I mbytur në mendime, I ulur në një cep të kopshtit, larg banorëve të tjerë. Ai nuk flet me askën, nuk bën asnjë batutë dhe as nuk ngacmon askën, siç është mësuar të bëjë zakonisht.
Sytë e tij janë të skuqur dhe të mbushur me lodh, ndërsa her pas here fërkon fytyrën, si për të larguar ndjenjat e rënda që e kanë kapluar. Gjesti duket më i mërzitur se kur më parë dhe për herë të parë, ai shpreh hapur dëshirën për t'u larguar nga gara. Nuk po mundem më, nuk po e përballoj dot më këtë situatë. Dëgjohet ai të murmuris me zë të dridhur, ndërsa një nga kamerat e fokuson fytyrën e tij të mërzitur. Në një moment, ai ngrihet dhe futet brenda në shtëpi, duke shkuar drejt dhomës së rrëfimin. Banorët e tjerë e shikojnë të shqetësuar dhe komentojnë mes tyre: "Çfarë ka Gjesti? Nuk është mirë fare sonte", thot Ola, ndërsa Loredana vëren: "Nuk e kam parë kur kështu. Gjesti është gjithmonë energjik, por sonte duket i shkatëruar." Brenda në dhomën e rrëfimit, Gjesti shpreh dëshirën për të dalë nga shtëpia, duke treguar se nuk ndjen më motiv për të vazhduar lojën. "Jam lodhur, nuk kam më forcë të vazhdoj. Ndihem i vetmuar, i pa shpresë. Nuk dua të jem më këtu. Nuk është më argëtuese për mua, po ndjej një peshë të madhe mbi shpatulla", thot ai, ndërsa lotët i rrëshqasin në përfaqe. Produksioni përpiqet ta qetësojë dhe ta bindë që të mos marrë një vendim të nxituar. Por a do ta përballojë Gjesti këtë krizë emocionale, apo ai do të dorëzohet dhe do të largohet nga shtëpia e Big Brother? Sfida emocionuese e mos reagimit. Rozana përballet me surprizën e papritur nga nipi i saj, por nuk duhet të shfaqe asnjë emocion. Në shtëpinë e Big Brother, një nga sfidat më të vështira emocionale për banorët është sfida e mos reagimit, ku ata duhet të përmbahen dhe të mos tregojnë asnjë emocion, pavarësisht surprizave të papritura që u vijnë nga jashtë. Këtë herë, sfida bëhet edhe më e ndërlikuar për Rozanën, e cila përjeton një moment të fortë emocional kur nipi i saj hyn brenda shtëpisë, duke e surprizuar atë në mënyrën më të bukur, por edhe më të vështirë. Sa po e sheh atë, sytë e Rozanës mbushen me lodh, por ajo duhet të përmbahet dhe nuk lejohet as ta përqafojë, as t'i flasë dhe as të tregojë ndonjë reagim. Nipi i saj, i emocionuar, afrohet dhe i thot me një zë të ngrohtë: "Teto, të dua shumë. Je duke bërë një lojë të fortë dhe të gjithë jashtë jemi krenar për ty, më mungon shumë." Rozana shtrëngon dhëmbët dhe përpiqet me gjithë forcat të mos reagojë. Ajo e sheh nipin me lodh në sy, por nuk mundet të lëvizë asnjë muskul. Banorët e tjerë e shikojnë me kuriozitet, ndërsa e dinë sa e vështirë është për të kjo sfidë. Nipi i saj vazhdon të flasë, duke e ngacmuar disi: "Nuk ke për të më dhënë asnjë përqafim. As nuk do të më thuash asgjë. Hajde, mos u bëj kaq e fortë." Por Rozana rri e palvizur, edhe pse në fytyrën e saj duket qartë sa e prekur është. Ajo mban frymën, përpiqet të mos shpërthejë dhe të mos bëj asnjë lëvizje që mund t'i prish sfidën. Pas disa minutash të mbushura me emocion, nipi i saj largohet ngadalë, duke e parë edhe një herë me dashuri dhe duke i thënë: "Je më e forta, por kur të dalësh, dua 2 fish përqafime." Sa po ai del nga shtëpia, Rozana mbyll sytë dhe merr një frymëmarrje të thellë, duke u përpjekur të mbajë veten të qetë. Banorët e tjerë e përgëzojnë për forcën dhe vetkontrollin, ndërsa ajo buzëqesh lehtë, por nuk mund të fshehë faktin se për të ka qenë një nga momentet më të vështira në këtë lojë. A do të arrijë Rozana të fitojë këtë sfidë të fortë emocionale, apo lotët do ta tradhtojnë? Ola dhe Gjesti përplasen ashpër: "Nuk do të puth kurrë, ti je djali më i keq që kam njohur." Një debat i fortë shpërthen mes Olës dhe Gjestit në shtëpinë e Big Brother, duke bërë që tensionet të arrijnë kulmin. Teksa janë ulur në obor, Gjesti, me stilin e tij provokues, i afrohet Olës me një buzëqeshje të lehtë dhe e pyet me ironi: "Hëmë Ola, kur do e japësh atë puthjen? Apo po bën naze?" Ola nuk përmbahet dhe reagon ashpër, duke ja prerë menjëherë hovin: "Mos guxo më të ma kërkosh një gjë të tillë. Unë nuk të puth kurrë, as në ëndër, as në realitet. Ti je një djalë i keq dhe unë e di shumë mirë kush je." Gjesti e shikon me një buzëqeshje të sikletshme, por nuk ndalet. Ai vazhdon duke e ngacmuar: "Pse je kaq e sigurt? Ndoshta një ditë do të më kërkosh vetë një puthje, kush e di." Por Ola nuk bie në grackën e tij. Ajo acarohet edhe më shumë dhe e përball ball për ball: "Ti mendon se të gjitha vajzat bien prej lojrave të tua? Më fal, por unë nuk jam si ato. Ti thjesht di si të manipulosh njerëzit dhe të sillesh sikur je një i pafajshëm. Po unë e di shumë mirë kush je dhe çfarë bën."
Banorët që ndodhen aty afër fillojnë të komentojnë dhe qeshin me shkëmbimin e tyre, por Ola nuk ndalet, ajo e shikon drejt në sy dhe i thot, ti vetëm luan me njerëzit, Gjesti. Unë nuk bie në kurthin tënë. Nuk më intereson fare nëse mendon që po bëj naz. E vërteta është që nuk më pëlqen sjellja jote. Gjesti, ndonë se e ndjen se Ola po e kundërshton me forcë, nuk dorëzohet lehtë. Ai mundohet ta kthej në shaka, duke thënë, po mirë, mos u nxeh kaq shumë, se s'ta kërkova me zor. S'do më puthash. E po, humbja jote. Ola rrotullon syt me nervozizëm dhe largohet, duke lënë pas një gjest që vazhdon të qesh dhe të tallet, por duket qartë se kjo përballje nuk do të jetë e fundit mes tyre. A do të vazhdoj Gjesti të ngacmoj Olën apo ky debat do ta thellojë më shumë armiqsinë mes tyre? Laerti dhe Valbona shkëmbejnë momente romantike, të dua, je gjithçka për mua. Mbrëmja në shtëpinë e Big Brother merr një kthes të ëmbël kur Laerti dhe Valbona kalojnë disa momente të ngrohta së bashku, duke u afruar edhe më shumë si çift. Në një moment privat larg syrit të banorëve të tjerë, Laerti shikon Valbonën në sy, afrohet ngadalë dhe e pudh butësisht, duke e bërë atë të buzëqesh e të ndjejë një emocion të fortë. Teksa e përqafon fort, ai i përshpërit në vesh, të dua, Valbona. Nuk e di çfarë do ndodh jashtë kësaj shtëpie, por e di që këtu brenda, je njeriu që më bën të ndihem më i lumtur se kurrë. Valbona emocionohet dhe i kthehet me një përqafim të ngrohtë, duke u mbështetur në kraharorin e tij, ajo i thot me një zë të butë, edhe unë ndjej diçka shumë të fortë për ty nuk e prisja, por ti je bërë pjesë e rëndësishme e ditëve të mia këtu. Duket qartë që kimi mes tyre është e fortë, dhe ndërsa ata qëndrojnë shtrirë pranë njëri tjetrit, Laerti nuk ndalon së shikuari Valbonën me admirim. Ai i lë një tjetër puthje në ballë dhe i thot me sinqeritet, nuk dua që kjo të jetë thjesht një lojë apo një moment i përkohshëm. Dua të njoh më shumë për te këtij formati, sepse me ty ndihem ndryshe. Në anën tjetër të dhomës, disa banorë kanë vënë re afrimitetin e tyre dhe kanë filluar të komentojnë. Disa mendojnë se ndjenjat janë të vërteta, ndërsa të tjerë dyshojnë se mund të jetë një strategji loje. A është kjo fillimi i një romance të sinqert mes Laertit dhe Valbonës? Apo është thjesht një moment i bukur në shtëpinë e Big Brother? Duket se ndjenjat e tyre po forcohen çdo ditë më shumë, por mbetet për t'u parë nëse do të rezistojnë ndaj presionit të lojës dhe mendimeve të banorëve të tjerë.